Të di që edhe na në medrese mësojna për historinë islame, na ka interesu që nga fillimi i vitit, si kanë ardhur kultura, si është ndërtu historia islame, dhe mbi të gjitha ne e dim që kjo është fe që është nga pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhis salam, dhe na ka interesu shumë. Më shumë përshtypje na ka bën ndërtimi i si është zhvillu domethënë qabja gjatë historisë, gjithashtu na ka interesu edhe këto librat këto që janë gjatë kush i ka shënu, ku janë ruajtur, kush është autori, e shumë gjëra tjera, xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke dashur që me njoft më shumë botën arabe dhe civilizimin e botës arabe, na si klasë patëm dëshirë që bashkarisht me ardhe me vizitu edhe me u njoft më shumë me kulturën arabe, me vendet arabe, po sidomos edhe me vendet e shenjta që ke edhe të pjesa e Vijarit, ku më shumë na me pa edhe Qabën edhe Medinën, ku ishte një pjesë shumë emocionale. Ardhja e kësaj ekspozite këtu në Prishtinë është një mundësi e mirë për me njoft më mirë, më përsafermi, më në kontekst praktik, kulturën, llojet e kulturave që ka Arabia Saudite, duke qenë se ne si medrese kemi një bashkëpunim bukur të ngushtë me botën arabe në përgjithësi, nxënësit shprehen dëshirë vullnet që në mënyrë të organizuar maturantët të vinë